unë jam një prej atyre 70 minatorëve që kompania i hoqi me një terren të lapsit, vetëm se guxuam të kërkonim të drejtën tonë dhe një jetë më të mirë për familjet tanë. U ankuam në shtet, por ministria bënte sikur nuk dëgjonte. Njerëzit që dërgoi nga inspektoriati i punës për të negociuar në vend që të ndalonin aty tek dera minierës, aty ku ishim ne, shkuan tek zyret e administratës. I pritëm 6 orë në shi dhe në erë, dhe kur dolën na thanë, ndërprisni greven, do ngeleni pa bukë, me çfarë do ju ushqeni fëmijët tuaj. Unë po them atyre zotrinve, lejeni karriget dhe pushtetin jo një ditë, por një orë, dhe provoni të punoni në vendin tonë. Besoj se nuk do rezistonin. Protestuam dhe para kuvendit, me 30 tetor. Hynin e dilnin deputetët e Partisë Socialiste, na shikonin, por për ne nuk ekziston, ashtu siç ekzistojnë për shtetin dhe kompanitë, që duket se e ka paguar haraqin tek kjo godin këtu. Përse u ngritem ne? Për kushte pune, sepse hym në galeri dhe nuk e dim a do dalim që andej. Për një pagë që na siguron një jetë më dinjitoze. Në ato toka kemi lindur, jemi rritur e kemi lindur fëmijët, por fitimet e saj po ikin sa në gjepat e pushtetit dhe ne s'dim se ku. Për ne asgjë.